Si po kuptohet burëria sot, do të flasim pak për çështjen e burrnisë, si koncept edhe normal si përpjekje secili prej nesh me manifestu ose me kultivu burrnin në personalitetin e tij. Kjo është sigurisht synimi kryesor. Në fillim po du me fol diçka që po mdoket shoqënia jon e ka një telashe të madhe sepse kohën e fundit ka nis nuk peshe ma si shumë, domethënë nevojshme çështën e burrnisë, edhe ajo që mendoj se është krizë e shoqënisë tonë, mesin e shumë krizave është që burrnia nuk po shihet si nevojë mbi të cilën duhet mu formu gjeneratat. Edhe dyqysh një farë servilizmi, një farë sa ma shumë dallavërzi, sa ma i gjenshëm me kanë, sa ma elastik me kanë, sa ma fleksibil me kanë, thjesht e rëndësishme është me mri do synime që ashtu çfarë do forme qoftë. Edhe thjesht shoqënia jona ka edukuar që çapo të vin burrnia, din. Sa më rëndësi me go burr. Rëndësishme është me kry punët e tua dhe sa më rëndësi me pas burrnillak. Kjo lloj të mendumit mendoj se është i rrezikshëm për faktin se burria është kulmi i formimit të njerëzit. Burria është kulmi i formimit të njerëzit. Dhe vetëm si till njeriu është njeri. Për ata mendoj se është shumë e nevojshme edhe njëherë me kthy mas pari të nanat tona, me kthy të mësojësit tonë, të hoxhallarët tonë, të çdo njeri i shoqënisë që burrnin me pasi një vlerë shumë të rëndësishme për shoqëninë. Edhe faktikisht mos harrojmë diçka që ummeti islam, populli islam edhe na shqiptarët në veçanti nuk i kem punë, nuk na kanë ardhur punë deri këtu veç ty anashkalu këtu vlerat e këtu burrnit se besoj se ky trull edhe ky vend ka pas burra hanëdon, edhe me ato burrnit e tyre i kena pru proceset deri ku janë tash. Kohën e fundit dyqysh i na bë fort interesi njerëz i kanë shkel krejt vlerat edhe dyqysh gjithçka u bë veç interesi, janë tu shkel vlerat edhe sidomos çështja e burrnisë. Po du me fillu mas pari prej qysh është të pa bota, ose shoqënia jonë më mirë me thonë, qysh është të pa çështjen e burrërisë. E para që po du m'ju thonë juve në këtë fillim është se burrërin nuk është mirë me lidh me gjini. Edhe gabimi i parë që ndodh në shoqëninë tonë është kur burr mund me ka veç mashkulli, ndërsa gruaja s'mund me ka burrnesh. Ky koncept është shumë i damshëm dhe shumë i rrezikshëm për arsye se pe anashkalojmë gjysën e shoqënisë. Edhe kur thashun e më herët që burrnia është kulmi i formimit të njerëzit, domethënë na pe privojna gruan pe një formimi të tillë. Edhe mendoj se kush e lexon historinë edhe islame edhe historinë botnore, bota ka afruar mjaftueshëm qëndrime burrnore të grave për me vërtetu faktin se gruaja mund me kon burrnesh. Edhe nuk është fair, edhe në familjet tona fatkeqësisht na hala edukojna fëmin ti do të më bë burr, ti gru, ti je vajzë, ti domthon një farë përpjekje që burrnin me miell veç të meshkujt, e dyqysh femnat sikur s'kan të bëjnë me aspektin e burrnisë. Për faktin se shoqënia jon burrnin e sheh shumë si format, nuk e sheh si përmbajtje. A dini pse të na kjo është një problem shumë i madh. Shoqënia jon burrnillakun ose burrin e sheh si format, e sheh si formë. Edhe burri do sa ma i vrazh, sa ma pak me kajt, sa ma i eger, sa ma edhe dyqysh grus nuk i shka përshtati kjo, se gjinisë fëmëror nuk i shka përshtati edhe rredimisht pe këtu bëhet ndarja që grus nuk i ka hije me pas domthon cilësi ose me ngja burrit, sepse burri ose burrëria në mentalitetin tonë është veç formacion, formë, ose është pamje, nuk është përmbajtje, nuk ka moral, nuk ka grumbull vlerash. Nëse na burrnin nuk e shohim si grumbull vlerash, atëherë na duhet me përjashtu femnën, sepse natyra e femnës nuk mund me kanë kuptimin e përmbajtjes sigur ose në formën sigur burri. Ndërsa nëse na shohim burrnin si një qendrim, nëse burrnin e shohim si një grup vlerash ose një sistem vlerash që i ka njeriu, atëherë që ato vlera qysh mund mi pas mashkulli, mund mi pas edhe femna, dhe mendoj që është defekti i parë është ky. Në betejën e Uhudit, ju e dini që muslimanët kanë tregu raste burrnisë, njëra prej muslimanëve ka marrë shpatën në momentin kur janë vërsul me kas prej
atë taktikin që kanë bë, atë dredhin që kanë bë, njëna prej grave të muslimanëve ka marrë shpatën e ka liftu, domthon krah për krah me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe ka domthon u kthy disa orë pejgamberit i ka thonë, a mund e bojnë meshkujt ato që bën ti? Edhe tamam ka luftu si një mashkull. Edhe ajo është qëndrim burnor. Bile nëse na e shohim burnin si aspekt vlerash, atëherë thash edhe një herë që historia islame dhe vetë Kurani ka treguar se burni kanë shfaq shpeshherë edhe gjinia feminore. Domthonë puna e parë që na duhet me kuptu drejt është se nuk është çështje e gjinis burnia. A dini pse edhe nuk është çështje e gjinis? Sepse burnia është qëndrim më shumë. Burnia është qëndrim, nuk është burëria veç çështje që lidhet me ty. Nuk është burëria, domthonë gjithherë cilësi që është e ngjitnë në ty ose është e kapnë e lidhnë me për te. Burnia është qëndrim, është një rast. Edhe qëndrimi yt është burni, ai fjalimi yt, qëndrimi yt, mbështetja jote, pozicionimi yt është burri. Për çdo pavarësisht kush e bën ato, për na duhet mu liru, na normal na jena shumë të interesuar që muslimanët me qenë burra. Po, domethënë ka një herë na duhet gjesti është burnor, veprimi është burnor, pavarësisht kush e ka bë ato, ai mund me kohë jo musliman. S'është musliman hiç. Po so musliman, po qëndrimin e ka të burnor. Nuk ka më rëndësia o mashkull o femën, qëndrimi është burnor. Na duhet me pa shpeshherë burrin si qëndrim. Është për çfarë Kurani flet 57 herë në Kur'an për burrin edhe burrin. 57 herë. Shumicën e rasteve kur Zoti i Mandueshëm flet për burrin, e flet një ngjarje, një tregim ku shfaqet burria, ku shfaqet qëndrimi. Edhe Kurani ose e qunë qëndrimin burnor, ose e qunë Zotin e qëndrimit burr. Pavarësisht çfarë gjinie, është e qartë. Shumë është për ata dhe faktikisht çështja e burrnis nuk ka çështje gati që të shfaqet çdo ditë. Nuk matet burrnia çdo ditë. Burrnia matet me ngjarje, me sekuenca, me ndodhi, me pozicionime. Një herë të matet burrnia. Në so vjet apo kupton, nuk ka nevojë çdo ditë, nuk testohet burrnia çdo ditë se me bë mu testuj çdo ditë. Si e tas një burrë, kupton? Edhe si e burrnin këtë botë. Burrnia është situata të caktuar që aty shfaqet. Edhe ka zën vetën dështon. E tani ti shko moj vajz, shko mo Muhammed, edhe një 20 vjet ty, 10 vjet bakiz vjen rani, mu tregu ose me majt qëndrim burnor faktikisht. Për ata kjo është aspekti i parë, dashta me shtjellu pak më gjatë, sepse na në edukimin ton, edhe të familjeve tona, do të mu liru pe aspektit gjinis. Jo çdo mashkull është burr. Fjalia e parë. Dyta, problemi i dytë i burrnis që shpeshesh është se e kem që shpeshe shoqënia burrnin është. Ku në fund burrnia po shihet si diktat, si tendencë me dominumi të tjerët. Ai që ati që shko fjala, ai që imponon mendimin, çaja burr, dhe del aty dhe s'le me fol. Ç'është është mëse diskuto? Çka kjo ka burr. Domthoni një far lloj diktature, një far lloj diktati, njëri që thjesht me autoritarizëm punon në gjitha praktikat e tij, shoqënia jon ka filluar të tompeshe burr, kur del aty dhe e rreta, çka kjo ka burr. Ai këtë zullum ka bën, se ka mirë kërkonis. A vjen hiç kun tok bukës nuk është ai. Qoftë edhe kur ligjëran, ai s'ka lidhje, ai është ka vërtet po s'ka e qellon absolutisht. Po prap problemi kthehet që apet burrnin peshom si pamje vizuale, si formë, jo si përmbajtje. Për ata kjo është një prej të lasheve, domthon kur burrnia llogaritet ose cilësohet si një tendencë për diktat, një tendencë për dominim e kështu me radhë. Problemi i tretë i burrrisë është kur burrëria shihet si triumf i të fortit ndaj të dobtit. Burrnia kur njëtën e vet. Nuk është burrni kur i forti e shtyt dobtin. Kur njëtën e vet nuk mund me kon kjo burrni. Kur një njeri i fort, kur një burr personoj ka grun. Edhe
i bëj ka zullom, që kjo është burra, mos teqe, po kjo është ose kur një prind kur rrej fëmijën ose rrej ato që më i vogël ose thjesht ja imponon do pikpamje ose ja imponon do çështje të caktuar, kjo është koka burrni. Kur njët, kur i forti e mund të doptin, kur njëtën e vet nuk mund me kanë kjo burrni edhe shoqënia jonë edhe këtu e kanë të lashe. Ka filluar edhe këto me pa burrni. Ka filluar me pa kur dikush pavarësisht çysh ka edhe në biznes, u buj fort i ka shkel ton. U buj madh i ka shkel ton, ky u boj fort, thjesht u kriju një farë principi që burrnia është thjesht një çdo triumf. M'fali, nuk është çdo triumf burrni. Nëse triumfon kundër doptit, kur nuk është trimnikja. Nëse triumfon ndaj të fortit është burrni. Nëse mund një të fort është burrni. Nëse në mund një dopt, kur gjë s'ke pasën. Për kundrazi, burrnia është me rujt doptin, mu kujdes për doptin, me manën, me qenë krah për krah me doptin e kështu me radhë. Prej problemeve të çësive tona negative ndaj burrërisë është ajo që fola pak më herët, po ta shpendoj si pikë është kur burrëria të na është forë nuk është përmbajtje. Kur na burrë shumë një njeri që ka muskuj, është pak tip karizmatik, din me fol, është oratori atashëm, që kjo ka burrë. Jo se këtu që i përmena janë të liga, po megjithatë pse dikush ka muskuj, edhe pse dikush është shumë oratori atashëm, edhe pse dikush ka pamje të mirë, nuk domon që është burr. Ai mund me kon burravec, edhe mund me kon bubrec. Nuk ka kusht për ata Zoti i Madhnushëm ka fol për këtë çështje edhe në Kur'an. Edhe ata munafikt na bili, më falni, na kena probleme edhe me fe këtu, edhe na hala fen për shumë këtë formë, kupton. Kjo të lashe tjetër. E Zoti ka thonë Hazreti Muhamedit për munafikt, wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Kur ti pash munafikt, do bë përshtypje pamja tyne, trupi tyne. Wa yaqulu tasma' li qawlihim, e kur të folin s'ki çfarë pa ngu. Ju shko fjala ata janë. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim. Edhe kur të folin, du të me ngu. Ka'annahum khushubun musannad. Po në fund a dini çka ka thonë Zoti? Ka thonë ata janë sikur droj të palut për një muri, as një vlerë se kanë, veç është i mirë, as ka hajër, as thjesht nuk është i dobishëm, se ka as një vlerë praktikisht. Për ata vllazni, burrnin shoqënia jon kur fillon me pas si formë, jo si përmbajtje, atëherë dalin të lashet mëdha, sepse njerëz që kanë tregu burrnin këtë botë shpeshherë me papi formatit, me papi pamjes, ata nuk janë kon as shumë mëdha, as janë kon shumë orator, as janë kon shumë komedi çka, po ata kanë tregu burrni, një grua e cila i ka besuar Allahut Madhnushëm, u ballafaqu me faraonin, i cili ka thonë vetë unë jam Zot, edhe faraoni u tregui pa fuqishëm me ndru besimin, edhe ka marrë ka mbyt ajo në histori, ajo gruaja që ka krye flokët e vajzës të faraonit që i ka besuar Allahut Madhnushëm. A nuk është ky qëndrim burrnori një gruaje? Për ata fshine pe i truni, burrnia nuk është pamje, burrnia është përmbajtje. Çështja tjetër e burrnisë që ma mërmenja është më rëndësin këtë fillim me diskutu pe i qasëve të gabume po flasim, është një farlloj ashpërsie, një farlloj egjersiteti, për shembull na kur edukojmë fëmijën e dyqysh, kem gjithë që fëmin pak maj dhënshëm, maj jeger, maj ashpër, maj rrept, gjënia femnore dyqysh me but, edhe dyqysh krijohet gjithherë përshtypja që burri do të sa maj vrazhd me kon, sa maj jeger me kon, sa maj dhënshëm me kon. E kjo nuk e bën në asnjë situatë. Kur njët nuk e asbe burrnin e Bubekrit fakti pse ka qenë i but. Hazreti Bubekri. Kur nuk e asbe faktin edhe burrnin Hazreti Bubekrit pse kur ka lexu Kur'an ka kajt. Kur njët vet burrin kur ai e shen një skenë dhimbshme edhe burrit i dalin lot, kur njët nuk ja prish kjo burrnin.
Për gjitha prej qast, prej koncepteve të gabuara të burrërisë, gjithashtu është që na burrin s'mundu me paramendu të kajt, na do të mi pa veç gratë të kajt. Ndërkaq ina eduku me qëtë kulturë dhe a keni vrejt, kena të lashe kur të sfolim për muslimane, kur të folim për ata, kena problemi, thonë dikuj pejgamberi ka kaj, dyqysh s'mune këpoftan aji, pse qa i ka ndurë, sepse ina eduku që mus kaj se veç gratë kajnë, na fmini këna mësu pe vëzhlije, burrat s'kajnë, burrat kajnë edhe bili bashkë ata burrat e mëdhej kajnë, ata që s'kajnë kanë probleme tjera, për ata ashpërsia dhe qenurit i eger, qenurit i rrept, e qenurit i dhunshëm nuk ka asnjë gjë të bëj me burrnin. Një njeri mund me kanë tepër i butë, tepër i urtë, tepër i dhëmshëm, edhe me pas gjithashtu sifatet e burrnisë. Burrni gjithashtu pe çështjeve të gabuara, po flasim, që po na ndodh është burri dyqysh nuk jo bash leti pranon gabimet. Është burrë, koqit kryte, koqit ka qëndrime të prera, edhe nëse ka po që jo gabim, nuk shën pe, kjo është burrni, kjo budallaki, kjo nuk o burrni, edhe nëse je president shteti, edhe nëse je kryetar komunë, edhe nëse je president një kompanije, nëse ke gabu, edhe të bëhet të qartë gabimi, do të me dalë publikisht me pranë që kjo burrnia. Që kjo burrnia, problemi është kanë herë edhe me fetar, kanë herë edhe hoxh kur të është. Po s'ka lidhje burr nëse ti ke vrejt veten që para 4-5 vjetë ke gabu. Mos del atë mi bë fetfat sakoz, po del thuj kum gabu dhe kum ndru qendrimin. Mos e merr tash me bë fen sakoz, a den kum thon kum pas për qëllim, s'kum pas për qëllim. Kum gabu. E kum pas se qendrim edhe kum ndru. E kum pas çështë të kum gabu. Edhe hiç pa diskutim, hiç s'ka nevojë me filozofu. Burrni nuk është mos me pranu gabimin kur ajo të bëhet e qartë se ke gabu. Qëtërsa është kur ti mani qëndrim, edhe hala si e bind që ke gabu, hala dikush s'ka bind që ke gabu. Momentin kur ti bindesh se ke gabu, nuk është burrni mo me qëndru gëmin pas një situatë. Për ata, shoqënia jonë, ka pak qef këmgulljen, e dën ka pak me këmgullja, e të në debat, atin me 4 kom gabimaj, veç e dën shoqënia jonë me luftu për gabimin. Gabimo kjo, s'dut me eduku kështisoj. Këto që i përmena deri stash. Edhe mos të harrojmë edhe njësë, ngritja e zanit nuk është sifat i burrnisë. As në ligjerim, as në hutbe, as kur të fulim për argumente, as kur të mbrojnë atë vërtetën. Nuk është kusht për me ka burr me dominu me za. So kusht, do të me fshi edhe këto pe i kuki. Kretë qitoj që i ceka. Jënë qasje të gabuara ndaj burrërisë, e të fillu prej aspektit të gjinis, që burrnin e kem lidh me gjinin mashkullore, që ishte gabimi parë, e dejtë i funit që e ceka burrëria nuk ka të bëj me ngritjet zanit, as me tendencë për me dominu çfarë do situatën qoftë në debat, qoftë në ligjerim ose gjëtiu. Po shkojnë e tash që to kenë që mana e hyrja qasjet gabuara ndaj burrnisë që kem nevojë me ndru. Qasja e dytë që po du me diskutu me juve është nevoja për burra. Nevoja për burrëri, qoftë mashkull apo femër. Shtet pyetja pse? Sepse me burra dhe burrëresha, po tham tash, shtyhen proceset përpara. Me burra dhe burrëresha luftohet zullumi. A bësani diçka, mi u thonë, sot një jave kom thoni fjali, besi shala se keni haru, që a besojnë sot muslimant në bestytni, as arabët e para islami s'kan besu. E mani me në këto. Ta është pëthum një fjali tjetër. Qfar servilizmi sot bojnë muslimant, karshi zullumqarve, as arabët e para islamit se kanë bo. Qfar servilizmi bën sot një hoxh ndaj një pushtetari, Ebu Gjehli se ka bo. Ebu Gjehli ka këqit të të edhe s'ka një për njëri gjatë. Ebu Gjehli u konë kështu, ka besimi, ka ideologjia, u konë Ebu Gjehli. Po i ka pas do burrni. Se unë e thash ma heret, burrnia është qast, është qendrim. Edhe mund të më dal për gjithë kujt me dal, edhe për i pabesimtarit mund të me dal. Është, për ata, ajo që po ndodh është
është e dhëmshme kur i njëri mon vajzë 30 vjetë dhe mas 30 vjetë kur t'ja poshtë qëndrim është qëndrim mjere ma blen. Po që ta mu ka mu shmenja, s'le Zotin këtë botë një njëri pa ja qitë në shesh, a ka burnia, s'ka burnia. Edhe ajo që pëndodhë sot, që kësë zullum që pëndodhë muslimanve, kur sot një hoxh i Siris, del edhe thot, Putini edhe Beshari i falin Zotit, ky është ase Buxhehli se kishton qëta. E Buxhehli që u konë qafer, pa besimtar, politejës, që ka dushtuj, nuk e thot qëta bre, ka qitë kryt edhe nuk e thot. E ka zë burnin e vetë. Por ata, këshërni, prej qëtu e kuptani një fakt më rëndësi, vllazni dhe motra. Zoti i madhnushëm nuk ju ka thonë këtë besimtarëve burra. Heq, veç disave ju ka thonë. Min el mu'minine, rijalun sadaku ma ahadullahi alej, fe minhum men qadha nahbe, o minhum me jentëdhir, o ma beddelu të bdila. Prej besimtarëve ka burra, jo veç mashkuj, edhe femna, edhe jo krejt. Prej besimtarëve, jo krejt besimtarët jenë burra. Se s'jene duku me burni. A i ka besu Zotit, është musliman, falet, tëra burnia në trëp s'ka. Sahi është kje, e du të me pranu. Se nuk e duku me, burnia nuk ka ligjerat. Na po folëm sot, unë di që unë jem shumë i vedishëm, ligjerata jam s'të bën burr ty. Ligjerata jam është me të ndru qasjen ndaj burnis, ti me pa burnin ma drejt veç. A për me ko burr ti, është proces i jetës, du të mu eduku. Min el mu'minine rijalun sadaku ma ahadullah alej. Pe i besimtarve ka burra. Që kjo ajet ka zbrit me një rast kur mbetejën e Uhudit ka qenë një sahabi ka posam Enes ibn Nadar. U kam pe i Medines të shku në Uhud edhe të hinë në mbetejën e Uhudit i ka mri lajmi ka po do musliman ka kthehen u vra pejgamberi alayhis salam. U mbët pejgamberi alayhis salam. Edhe njerëz u mbët pejgamberi kishin lënë luftën. Ra ideali, dhe më thonë, na i kem besu Hazreti Muhammedit, ato e kem liderin, u vra aj qka ma. Aj e nesë tha, këshëni se burni, më sarani fjalin e parë, se krejt muhabeti, burnia është kulmi pjekuris, morale, intelektuale, mendore, e kështu më radhë. Burnia është kulmi pjekuris. E nesi, kështu dhe qëfar vedije. Për që e në arë në hodë na, i në arë me luftu për një dalë. I kem besu Allahut, i kem besu pejgamberit, i kem besu këti dini. Po u vra lideri, u vra lideri. Mirë be vra lideri, na për që mërnu? Na du të më qu tonë me dek për i dalë, mos me lëshu priten, mos me lëshu burnin. Ja kem dhonë besën Zotin, po keme qu dhe në sket. Ja, mëra pas ka. Ja dhe u hinë betej edhe u vra. Zoti ka thonë min el mu'minine rijalun sadaku ma ahadullah alej. Prej muslimanëve, prej besimtarëve ka burra. E kanë qunë vend besën që ja kanë dhënë Zotit. Që kjo burni, kur të nesh procesin me qudin skajt. Minhum men qadha nahbe, o minhum me jentëdhir. Disa e kanë kry, e kanë qunë ndek, e disa e në rrugë për me qunë vend e manetin, edhe besën që ja kanë dhënë Zotit, edhe janë të pritë, wa ma beddelu të bdile. Kur s'kan me ndryshu parimet dhe kur nuk i ndryshojnë qasjet, bindjet, parimet e kështu me radhë. Për që ta që kjo ajet mas pari për në kalëzën që jo më falni, ju i një musliman, ju i një besimtar, burni është tjetër më muhabet, si një tanë burra. Ti ligjërën mirë, po burni s'ki heq. Ti dhe në televizorë, gjithë dhe televizorë, burni s'ki heq. Po ty të kanë zjedh, këtë poplit ka zjedh, ti i kryetari, burni s'ki heq. Së kusht kjo. Edhe i lider, po i lider burni s'ki. Ti të lirohëm njëherë. Burra janë ata të cilët janë pjek intelektualisht, janë pjek mentalisht, janë pjek moralisht, edhe janë pjek në vullnet edhe në bindje, edhe dojnë mi qu procese deri në skajt. Pavarësisht a vritën, as vritën, në edhe nëse vritet, e ka të regu burnin, edhe bili, mos harani, burra, nuk ka burni gjithë veç me kur sukses. Burni është mos mu shkmong prej pikpamjeve. Tani a fiton, as fiton është tjetër qashtje. Momentin e parë kur ti ke vdek, ose kur ti
nuk kelshu pej parimeve tua, pej bindjeve tua, pej qasive tua, pavarësisht çka ka ndodhur me ty mrapa, a je met i varfën, a je met në rrugë, atë ka na shkalu shteti, atë ka shtim burg, s'e më rëndësi, ti je triumfues, sepse qysh me spjegu atëherë, Zoti pa na ka thënë Kur'an, ata banorët, ata njerëzit e Burujit, aty ajo Hendeku, ajo historia e Hendekut kur po i gjujnë aty. A dini pse po kallza Kur'ani ato? Që si kanë besuar aty edhe i ka gjuhë në zjarr. Po Kur'ani po na ka thënë se ata kanë bërë qendrim burnor këtu, a dini? Edhe që ta janë legjendar. Po ata legjendar tonë janë ndek, po ai faktikisht son me ka legjendar pa vdek. Se me bë me gjallë tani, së me mon burnin dhe në fund. Për me ka legjendar mirë me dek, ma mirë. Se me bë me gjallë nuk i dihet mas asaj na mund e mon burnin deri në fund. Për ata qasja e Kuranit këtu është prej muslimanëve ka burra, jo krejt, jo të gjithë janë burra. Që kjo ke çështja që po flasim për përpjekjen me ndru qasjen ndaj burrisë. Një detaj tjetër që po du më nal është a pe dim sa është e rëndësishme. Hazreti Omeri radiallahu anhu te historia më të mira që unë e kum lezu është historia e tij kur ka qenë me dy sahabi tjerë. Ka qenë me dy sahabi tjerë dhe aty në dy burrave tjerë ju ka thonë çka kishit pas qef mi dhon Zoti për momentin, cila është lutja jote? I pari ka thonë, me më dhonë Allahi, zati supozot që ka qenë Uthmani, radiallahu anhu. Uthmani ka thonë, më mjep Zoti pasuni edhe mësë më manzonë kurnata, ketë me jep sadak. I dyti supozot që u konë Khalid mi Walidi. Qa kështë pas qef? Qa kështë pas qef? Kështë pas qef, kur mësë me na luftën, veç të shpërhap fjallën e Zotit, edhe të bon çliri me treja, të e përcjell fjallën e Zotit të popujt të ndryshëm. Ka thonë nëse më vetë një muën e kam një lutje tjetër. Me bon, unë veç, imagjinoni tash. Jo se ato lutje tjera janë të parancishme. Po kjo vizioni i Omerit, këshoni, Hazreti Omeri llogaritet njëri prej njerëzve më vizionar të shokëve të Muhamedit alayhis salam. Dhe me thonë, jo krejt shokët e Muhamedit janë kanë të fokusuar se cile ka pas një përparsi. Hazreti Omeri njihet si vizionar. Ai ka thonë, unë veç një lutje kisha pas te Zoti. Më pranoi isha lut diçka, ha? Mi thonë Zotit, më mçu njerëz, më mçu burra e burnesha, edhe në çata burra dhe burnesha me i përdor në rrugën e Zotit. Si puna e Ubejdes, e si puna e Salman el Farisiut, e si puna e Muadhit, edhe ja ka nis me i përmen që ata burra që i ka pas si mostra. Po e ka përmen edhe Ubejdin, e Ubejdi u ka njëri më i besueshëm i ummetit. A dini sa kem sot nevojë për burrin besnikri. A dini që sot musliman këtë botë njën si njës tradhtar, tradhtojnë tregtit, mashtrojnë, të rajnë, të këputin, këtë zezat të bojnë tregtit. A dini sa kem nevojë sot me kallzu burrin lufta. Sot kem nevojë me kallzu burrin në moral, në praktik, në sjellje, në aspektin ditor. Njerëzit e kanë humb besimin me shkuën perëndim, me dash me ble diçka, mi thonë një musliman se blen, se dyshon që për rran. E tradhton, ja fshin kilometrat. Gjithçysh ja fshin kilometrat. Me ble kirën për muslimanit, shumë është optimale me pas kilometrat e falsë. Domthon, sot as ka nevojë, po kjo është çto është burrnia, njerëz, me kallzu burrnia edhe në çat moment. Për ata kjo është ajo, mos e shihni vetë si një dua këto. Kjo Omeri nuk ka vetë një dua. Kjo Omeri është vizion. Domethënë çdo njeri sot që ja don hajrin Kosovës, edhe që don që të venin ton, do të me pas shpresë me prodhu burra, edhe me prodhu qëndrime burrnore. Edhe shërbimin më të madh që sot në musliman mund ja bëu venit është le të kallzon ai qendrim burrnor dikon. Le të kallzon ai tregtia, në shkencë, le të tregon një qendrim burrnor. Çi ky qendrim burrnor, kush e ka bënë musliman? Shërbimin më të madh që mund më ja bëu venit sot me tregu qendrime burrnore
në tëna nivelet ose aty ku na jepet mundësia. Po vazhdojnë veç edhe pak se i kemi disa çështje të rëndësishme. Për i çështjeve të rëndësishme është që Kurani famlart kur flet për burrin flet kësaj. Burrin kryesisht e përdor në çështjet e zullumit. Sepse njerëzit kur quhen me bu zullum, pa drejtësi, qofshin pushtetar, qofshin qytetar të rëndëmt, do të me pas burnim ju dal dikush përpara. Se ata fakti që ka nis me bu zullum janë të fortë. E keni për shembull për historiave të mira të Kuranit e keni besimtari familjes së faraonit. Besimtari i familjes së faraonit. Zoti Manushëm në Kuran thot, kur e ka marr historia e gjatë është, po ajo po na vjen qendrimin neve, çaj qendrimi burnor. Faraoni ka mbledh njerëz me marr vendimin për me myt Hazreti Musën. Njëri prej familjes së faraonit u kom musliman, besimtar. Edhe kam shef besimin. Po ardh momenti mu vra pejgamberi. Edhe është moment kritik. A mu çu me fol, a mos më çu me fol. Po mirë burr, po a dini pse është burnike? Se më bom me çu me fol. Mas pari e hub pozitën. Përjashtohet pej familjes, përjashtohet pej postit, i nalet rroga. Jet pa ka fshat buke, e në fund s'dia pështon ajo. Kë fundit a pe myt ajo. Tash kur ti menon njëri krejt tu, edhe të menon burnin, a tash aja vlen me buçit burnin me hub krejt tu, a le burnin, shtelen burnin xhepe, çush po menon populli jon, çush e thash në fillim, populli jon e ka lënë më burnin, bënreçi punë vlla, bë parë vlla, edhe sa më rëndsi burnia vle aty në me mostecën e peroda. A ti jo grania vden. Sa më rëndsi haram krye punën. E tash ky njeri që u në kamë dhe i thot faraonit, nuk bë me myt Musën. Pse s'ka po kurrë? Veç pse ka thonë Zoti më është Allahu, po do me myt. Edhe varë me argumente, nëse o profet, nëse është gënjeshtar, është gënjeshtër e ti. Nëse o profet nëse ju gjon diçka prej asaj që po folaj. Edhe thjesht ka fillue debatin, s'ka mujt me bind faraonin për mos me myt Musa. A din çka ka po? U quaj ka shumë mbledhën në shku Hazreti Musa. Ai ka thonë do të më lëshu qytetin se po do me të myt. Kurani nuk flet çka ka ndodhur me çit njeri. Nuk e di ma a ka myt faraoni, a ka nxjerr për pozite. Kurani e ka marr, edhe as nuk e di me emrin. Kurani e ka marr veç një qendrim burnor ti, e ka sit përpara dhe ka thonë, një njeri u quaj ka thonë zullumçarit në sy. Mos e s'bën me myt ton se zullum kjo, edhe ja ka shënu. Që kjo është qendrim burnor. Çka ka ndodhur mbrapa? Sa më rëndësi. Se më bëmë na kallëzuar çka ka ndodhur mbrapa kishim tutna. Jo, po do veç burnin me na kallëzuar. Çka ka ndodhur mbrapa? Le. Për ata, Hazreti Muhamedi alayhis salam i ka duku shokët e tij. Ajo që sot na kanë, a dini, shumë ajo që po predikohet për do muslimanëve është e pandershme, është abort, shkoj nerva. Zban mu çu kundër pushtetarëve atje në lindje na kanë, çtu shpirtin na kanë prua. A din me çsi far fetvash u trosh zullumi. Me çsi fetva u trosh zullumi. Po Hazreti Muhamedi ka duku shokët e vet. Zotnivi dëshmorëve është Hamza, edhe një njeri i cili quhet i thot pushtetarit se ki mirë. Edhe ai e myt. Që ky edhe Hamza janë zotnit e dëshmorëve, jo veç dëshmorë. Zot, çështoj ka eduku Hazreti Muhamedi shokët e vet. Alayhi salatu wassalam. Burni me një rast, a bedeni atë rastin, janë dalë shokët e pejgamberit, janë shku një ekspedit, edhe në gjysë rrugës, ai përzetësi i grupit, e ka dhesë një zemë, ju ka thonë du të me himu djegë. Po ka thonë, subhanallah, po të të mengu përzetësin, po të të mengu kur të nërnën mirë, jo kur të nërnën keq, jo kur të bëzullum. Njën e për ty në koj meqëm i ka thonë, po na i hi në islam e pëshu për i zjarë me të burë. O njerëz, na i na bo musliman mus me bo zullum. O njerëz, na i na bo musliman mus me po zullum venin tona. Po kuptoni, qysh i na bo musliman zullum, i na bo musliman me ilmu zullumin. Mos luj, mirë është, mirë. Po si na bo na musliman me trash zullumin, na i na bo musliman mus me po zullum. Na i na bo musliman mus me djeg në zjarm. Lani ato var fetfash lata.
Zullumi du të mu hiq ditën e mirë e bosh. Edhe në me gjak, qa mi bo? Vesh ty ro ka vodit nuk hiqet zullumi ma. Me gjak. E ke lo më të rash, ta shka pasoja. Edhe prej këtu, ky njeri ka marrë vendim mos me respektu përgjithësin, edhe u kthyt te pejgamberi alayhis salam edhe e ka bu pyetjen. Çështo ko Muhameti. Ka thonë Hazreti Muhameti me pasi s'ishin dal kur mo. Me pasi s'ishin dal kur, edhe ne ishin dash me hi. Domethënë, çështo i ka eduku Hazreti Muhameti, me burrni ka eduku Hazreti Muhameti shok të vet. Jo me asnjë që dalin aty edhe i thot Putini edhe Beshari pi falën Zotit. S'na duhen kësi njerëz. Ta njerëz trop burnien, trop s'kan këta heq. Edhe që si ka me prekolit, me kamion ka si. Çdo ditë dalin televizor folin. Çdo ditë ka si njerëz që folin, edhe çto e predikojnë fen. Gabim më burr. Feja është burrni, kjo është qendrim burrnor. Ata njerëz që po në për burgje sot anë në për botë. Ata janë hin burgje. Në synin e interesive ata kanë ra. Në synin e fes edhe në synin e Zotit ata kanë kallzu burrni. Edhe ata kanë mushënuar historisë burra. Ata qëndrime burrnore në ato. Komentoni çu doni ju. Ato janë qëndrime burrnore. Sikur ky rast e keni rastin tjetër, se tash po du Kurani që shpesh faq. Domethënë Kurani e ka marrë një njeri po don me lavdu. Ndëgjoni mirë çto. Kurani e ka marrë po don me lavdu çit njeri. Edhe çysh pe lavdon. Po thotë çu ky njeri e ka bërë çit akt burrnor edhe çu ky është burr. Edhe pe tregon surën Yasin. 3 profet janë dalë me thirr popullin. Populli po do me luftu, populli po do me myt, s'po i beson. Po vjen njëri pe skaj qytetit ty nga. Edhe po dal aty, po ato popull, mos janë profeta, nuk duhet me myt. Po nin përgjithësi, për ata njëna prej definicioneve të burrnisë është burria është njeriu që nin përgjithësi për obligimet e veta, për detyrën e vet, për rolin e vet. Nuk është neglizhent. E nin rol, nin detyrë, nin obligim, nuk do me qëndru në fushnot, do me hin faqe kryesore. Jo në fushnot me nejt, jo në naut. Do me konë sken. Kam rol, edhe on jem këtu, edhe on e kam gesh këtu. Se me nëshu s'di. Ardha aty dhe ka nis debati, muhabeti. Ata popull e vetë jenë që kanë mytë. Atje s'na kallzoj që i bani faraoni, këtu na ka kallzu që e kanë mytë. E kur e kanë mytë, e ka që Zotit direkt në xhenet. E qash njëri, qash burr, edhe në xhenet kur i hi haleh, po ka qef populli vetë me pështu. Qështu është burrnia. Gjasht sifate ja ka përmen Zoti burrnis Kur'an. 6 cilësi të burris janë përben Kur'an. E para prej tyne është përgjithësia. Roli. Burrat lujnë rol. Burrat nuk janë hiç. Nuk janë një hiç. Zero. S'ke njëjtë. Jo, burri është ka peshën e vet. Aty ku ulet e luan rolin e vet. Aty në kompani e ka fjalën e vet. Në politik e ka fjalën e vet. Qa ka lidhe, po në jenë të jemë barabart, që shto është edhe pik. Po a din shubo këtysh, a din një shtetë ju në shubo. Ai lideri është, ta janë kukla krejt. Këshilltarët e filhanit, qa këshilltarët e filhanit? Kuklat e filhanit. Çfarë këshilltar? A s'ti bëhe sa pas për këshilltarës për kërgjuheq? Cilë këshilltar? Këshilltar as një gjoheq kërgjuheq. Pse? Se ky kuruhia ty në punë mas pari tëra burrnie në trup s'ka. Edhe këti intereson me marrë rogën, edhe as një real nuk e lunë aty. Kjo kur njët nuk ka me konë burrni kjo. E dyta, edhe tash mos të lexoj ajetet ran për ran, rëvgjalu qawwamuna 'ala nisa, burrat janë përgjegjës edhe në familje. Burrnia është përgjegjësi. Ai njeri që nuk din ç'a bëndon në familjen e tij, ai tëra burrnie në trup s'ka. Ai njeri që nuk është përgjegjës edhe për gruan e tij në kuptimin jo të pushtetit, jo të zullumit, po në kuptimin e formimit, edukimit, avancimit. Ai njeri që nuk edukon fëmijën e vet, nuk e formon fëmijën e vet, ai pik burrnia në trup s'ka. Burrnia është me shërby familjes edhe me formu, me ngrit, me avancu. Një njeri që e ngrit familjen, çaja burr. Njeri që e mbron nderin e familjes, çaja burr.
Një njeri që ka xhelozi brenda familjes, çaj e burr. Çaj është burr, përgjithësi është. Burri ka përgjithësi, nëse nuk e luan përgjithësinë, tro burrni, ai është çfarë burri është ai? Ai s'ka arrit me kriju ran familje. Ai, domthon familja harabat, as nuk mëson kush, as nuk falet kush, as nuk ngon kush. Çka ke boti këtu? Çka kjo? Ti i dështun, ti lidhe me burniski. Burnia është kryerja e përgjithësisë. E dyta, cilësia e dytë. Cilësia e dytë është dëshira mu pastru në brendësi. Burnia është përmbajtje, jo formë. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Në shtëpiat e Zotit ka burra që janë ardhur mu pastru, e kanë synim mu formu brana. Edhe burnia është vlera morale të brendshme. Wallahu yuhibbul muttahirin. Zoti don çta burra të pastrit. Tash që to vjen puna e gjinis. M'falni, në xhamia shkojnë veç burrat edhe gratë. A? Në xhamia shkojnë edhe burrat edhe gratë, edhe burrat edhe gratë. Fjala këtu burrat dojnë mu pastru, i përfshin edhe gratë, se edhe gratë në ardhur po kanë qenë mu pastru me ngrit vlerat e tyre. Ky ajet i përfshin edhe burrat edhe gratë. E treta, cilësia e tretë e Kuranit është serioziteti. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Burra të cilët nuk i mashtron as tregtia, as shitblerja, as joshja prej përmendjes së Zotit. Bile mas shumë të që rënon burnin është joshja, interesi, shkelja parimeve, thjesht aspekti i lekut, aspekti i interesit material, mas shumë të krejt ajo forma më e mirë mja prish dikuj burnin është me josh. Me josh ndash moralisht, ndash financiarisht, problem është kanëherë ma leto me rezistu zullumit e presionit se sa joshjes. Se joshja dyshysh vjen si e mirë. Zullumi vjen si presion, vjen si luft, a joshja vjen ndryshe. Jo vjeshte vjen shtiklat qikaq. Vjen ndryshe joshja, vjen si mirë dyshysh, si muhabet i mirë vjen, nuk vjen dhun, nuk vjen terror, nuk i vjen me burgje, nuk vjen me dhun, vjen dyshysh ma mirë, vjen kështu but, vjen lezëm. Për që ta, zakonisht, këta zullumqartë, kur dojnë mja prish dikuj burnin, nuk e përdorin forcën me të paren, joshin e përdorin, se ma letë është me joshje. Adin, vetë të shtin atë dhe tull të shtin kompromise, të afron oferta, qëtu sa një kje dhe me ne. Shkoj njëri flut, shkoj burnia se me i rezistu joshjes është problem. Se Zoti po thot rijalun la tulhihim tijaratun ala bay'un an dhikrillah. Janë burra që nuk i mashtron joshja. Nuk i mashtron joshja. Domthon burra, çka prish burrin? Çka prish burrin? A bëni këtë pyetjen? A din dikush çka prish burrin? Jo, për burrin se prish kurrë se me bu me prish so burr tani. Ajo fraza çka prish burrin, jo nuk do të më bëj kjo pyetje kështu, se burri nuk e prish kur gjofi, se si të prish edhe se burr mo. E treta kjo, e katërta është besnikria. Qëndrimi besnik, beslidhja, mos me trautu emanetin, me i qëndru besnik marrveshjes me Zotin, çdo marrveshje. Hazreti Muhamedi në marrveshjen e Hudejbijës, kur e ka bën marrveshjen me idhujtartë. A bedeni marrveshja Hazreti Muhamedi me kast. Njëna prej marrveshjeve konë, më bu dikush musliman prej Mekës, s'ka dhejt me shku në Medinë. E ka nënshkru marrveshjen, të nënshkru marrveshjen në ardhën e muslimani Mekës ish bo. E kish pranu fen. Po du me kalu në Medinë, ka thonë s'munëm. Po jo musliman po marrveshja burr. E kem bo marrveshjen, s'kuqojnë me tratu marrveshje. Qëndrimi në marrveshje është sifati më i madh i burrnis. Çfarë do marrveshje qoftë, edhe në raport me Zotin, edhe në raport me tregti, edhe në raport me çfarë do marrveshje. E pasta është forca dhe mbështetja te Zoti Manush. Forca, kur po flasim forcë, edhe fizike dhe morale, jo veç fizike. Kjo forca këtu a dini ku përmenet ç'ky e pasta përmenet historinë e Hazreti Musës,
kur I ka pështu Ben Israel pe Egjiptit, e kanë kalu detin, u dash më shku tash në Palestinë me shliru Palestinën. Edhe I ka qua Hazreti Muhamedi 2 njerëz me shku, Hazreti Musa me shku me veshgu Palestinën çka ka aty, çfarë armiku, çfarë natyre armiku, çka ka arsenali deri në fund. Kanë qenë 2 burra, që ta 2 burra kur janë kthy kanë pa arsenal të madh atje. Kanë pa armik të fuqishëm atje. Kur janë ardhur mas pari kanë kallzu Musës ju popullit, se më vonë kallzu popullit stofën. E kanë marrë veç Hazreti Musa si kanë kallzu. Ka thonë armiku është I fortë, ka arsenal, veç na me izën e Zotit. S'kem u kthy mrapa. Normal, u dalë Hazreti Musa alayhis salam me ftu popullin për luftë, edhe kush ja ka nimu? Edhe qëta 2. Edhe përpjeka ka qenë e pa mundën me I bind Ben Israel për luftë. Edhe së realizu betejë. Amo çka është e rëndësishme? E rëndësishme është që ta 2 njerëz I ka përmend Zoti në Kur'an edhe I ka quajtur burra. Pse? Pse të fortë edhe trima. Këtu na vjen shprehje trimnia. Nuk ka burrni pa trimni. Kurani e sheh si themel I burrnisë trimnia. Se unë më herët thash trimnia, burrnia është qëndrim. Nuk mund me pas qëndrim të fuqishëm pa qenë edhe trim. Edhe 6 është Kurani e sheh burrnin si pozitivizëm, e sheh si dëshirë për me shërby, dëshirë për me shërby venit, jo me kanë neglizhen dhe asoj që ndodh në shoqni. Jo me thonë për shembull, çka më intereson mua, kjo s'ka të bëjë me mua, kjo nuk ka të bëjë me mua, kjo s'ka të bëjë me mua, çka pse rënon ti? A ka ndonjë sa një çka të bëjë me ty? Do më thonë, nëse ti kur gjë një s'ka të bëjë me ty, pse rënon ti në këtë botë? Për çfarë në këtë botë? Ti në këtë botë që kjo ka të bëjë me mua, kjo ka të bëjë me mua. A ka diçka një që ka të bëjë me ty? A ka diçka një që ka të po që kjo është? Përvelu edhe krye detyrën. Po nëse ti jeton këtë botë, edhe s'ki as ti funksion, as një rol, ti nuk je pozitiv, nuk I shërben shoqnisë, nuk fol, nuk ngan, nuk I ndihmon atij, ti praktikisht ti je një hiç, ti je teprit në këtë botë. Për ata Zoti Mannush në surën Yasin e ka përmendur atë zotnin që var pesë skajës qytetit. Po bëjnë pyetje ne, çka jeni në atje? Na tash, me këtë burnillakun tonë kishim thonë rreti se miri atje. Çka I hini aty në udh, me ardha I pesë skajës qytetit e më uniu mu profetëve kanë në proces. Çka? A dini çka? Besimi I tij, bindja e tij, beslidhja që ka dhënë Zoti. Dëshira ti me popullin me pranu fen. Po ka pas shumë të bëjnë kjo me to. Sepse na jem qytetarë që t'i veni dhe kena qenë me pas që t'ven mirë. Edhe ku mundu me kontribuojmë, edhe ku mundu me fol një fjalë, e folim, domthon pozitiv. Për ata që ti njëri që varë për skajës qytetit, cili u hin problem, I cili ka mujt mos me hin problem, po besimi ti, edhe burrnia ti se kalon pa hin problem, I ka kushtu problemi me vdekje, këti ka thonë Zoti burr edhe ka shtin xhenet. Do më thonë, kur të ekshte I procesu, kur burnis ka abdin, burnia është edhe balafaqem, njerëz, burnia balafaqem. Nëse ti, kur njës ki balafaqem, ti qfar burnia? Ik pe këti balafaqimi, ik këti edhe ik këti, ku du të me tregu burnin? Burnia në balafaqem. Edhe ai zotnia kur usua të tha s'po me myt musën, edhe ai ka mujt me hesht. Po ka mujt me hesht, veç si shballafaqu do më thonë. Por ata ikja prej ballafaqimit është ikje prej burris, edhe ikje prej një qëndrimi burnor. Krejt në fond I kam 2 ose 3 definicione, edhe e kom lanë krejt në fond pja o thamë qa është burnia tash, mas këti muhabeti, thot burnia është shkalla ose cilësia ma e lartë në nivel me pjekurin, me formimin, me qenërit intelektual, me formimin e të menduarit, me qëndrushmerin, me vlera morale, gjithherë në vërtetën. Burnia është shkalla më e lartë, është cilësia e shkallës më së lartë të pjekurisë, të formimit, mu formu, të pjekurisë mendore,
pjekurisë të menduarit, se më të pjek mendja dhe më të pjek mendimet, abden, mendja dhe mendësia janë dy gjana. Edhe pjekuria morale gjithherë në të vërtetën edhe kundër të pavërtetës. Që kjo është definicioni parë. Definicioni dytë është definicioni dytë është burrnia është grup vlerash, një grup i vlerave, sidomos 6 prej tyne. Kur një njeriu i bashkohet përgjegjësia, pastërtia e brendshme, serioziteti, besnikëria, fuqia dhe trimnia, edhe pozitivizmi, edhe qenimit pozitiv, atëherë që ky njeri nuk ka çare pa prodhu ngjarje trimnie ose ngjarje burrnie, sepse këto vlera nuk kanë çare pa reflektu në situata të caktuara. Kur ti je besnik, kur ti je trim, kur ti je pozitiv, kur ti s'do më ik ballafaqimit, ti gjithçysh ka marrë situata kur kemi treguar një akt burrnor. Qofsh ti ose qofsh dikush tjetër. Citojnë ato dy definicione që deshta me i shkput pe i këtë ligjëratës, Zoti na falt, inshallah don Zoti që më të vërtet me pas secili prej neve në koncept aspektin e burrnisë, edhe mos e harroni që kam ja testu Zoti burrnillakun gjithçysh, edhe mundohuni njët me tregu akte burrërie. Edhe mundoni me hi në qatë grupin e vogël prej besimtarëve ka burra. Është numër i vogël e me bo pjesë me një burrnillak, me një akt burrnie, me na përfshi Zoti edhe me na bo edhe një përgjigje. Ai na ka bo musliman, po tash edhe një përgjigje tjetër me kanë musliman edhe burra. Kjo është sigurisht numri më i vogël këtu.